What the fuck? Ore, po kemi dasëm. Nuk do martohemi ne, po do martohet Selin dhe Gimi. Do shojmë nga ekrani dasëm, të ftuar nuk kemi, po jam kurioz kush do jenë të ftuar nga banorët, se Selin nuk e pranoi fjalën e Rogertit. Ka sigurt që Rogerti do jetë. Rogerti, Miri, Artani. Dhe ata do shkatrojnë dhe dasma. Madje kanë duke edhe po shkatrojnë kursian, do i grisi fustanin. Ata po e bënin kështu një plan të votkël se çfarë mund të bëjnë për dasmë. Po, do veshin një uelin me të bardha, siç u vesh Olta Gixhari atëherë. Që pra që nuk lejo. Po, vërtet. Nëse unë i pëlqej ata të dy si çift, me thënë drejtën, nuk e di a është kjo dasëm për lojë apo për ndjenja. Për klikime. Po shiko, Gimbo ka pak ndjenjë për ato vajzë. Ka interheqjes, e ndjenjë është interheqjes. Jo, se i ka thënë po kalon sa më shumë se pëlqimi. Selin është mjaftueshëm e zgjuar për të kuptuar që çifti marrëdhënia dashuria shet, të ngre dhe e shfrytëzon dhe bravo i qoftë, se pushimin e ta gjykojnë. Dhe fakti që e falja e shpejt pas puthjes, ai shketi u fik fare pas e puthi tha, më fal, të lutem më fal dhe pa se s'ka gjë. Po e kupton, ose ka vërtet qef, ose mund të ketë qef. Nëse mua më pëlqeu pakës fare Brikena për qëndrimin që mbajti, nuk e bëri dasmën për lojë, po është bërë pak e bezdisshme ky fakti sa e ftohtë është që nuk i jep asnjë shkas. Si princesha me bizet. Rishtu edhe e ke bërë edhe kur e pyet Ledioni, mbani që atëherë Ledion. Shumë e ngurtë, shumë nuk mund jetë robi aq i impostuar, shiko. O zemra është miz, zemra ka të qëndrimin ashtu. Jo, mendoj që a flek shumë. Ajo kur fletë edhe atëherë tani ka arkoha me flet, çikaç. Tani guys, unë dua të diskutojmë pak Rogertin i cili doli dhe hyri prap në atë shtëpi që nuk e di, mu duk pak e pabesueshme dhe mendoj që produksioni ka shumë nevojë për të dhe prandaj e bëri këtë lëvizje. Se mu duk pak e inskenuar. Nuk ishte inskenuar. Jepini meritat Monikës. Monika dje ka marrë shumë urime, nuk besoj që ka marrë ndonjëherë aq shumë urime nga gjithë shqiptarët. Po nuk mendoj që e ka uruar produksioni, se më duket se po i nxjerr gjitha të palarë. Është duke nxjerr pak bllok Monika këtë, tek. Sepse u vure fakti që ato e ftuan në Rogertin në studio pas publicitetit. Do thotë që ato e kanë bërë një bisedë me Rogertin, se Rogerti erdhi me atë peshkimin, erdhi gjithë. I tha dhe pikat e kontratës se. Pas në rreshtin 3 të faqes 2. Shkohet kështu. Shiko, po Rogerti e ka tepruar shumë me fjalët e rënda që ka përdorur ndaj banorëve, kështu që ne kemi zgjedhur 8 fjalët më të rënda që ai ka thënë. Malit i ka thënë, ti nuk ke gjak shqiptari. Arditit i është drejtuar, po kërkon babajnë këtu, ndërkohë që babai i Arditit ka ndorruar jetë. Brikenës i ka thënë, promovon trupin në përmise. Dhe vazhdon pastaj me Luizin që i ka thënë këngëtar BQ, vazhdon me Gimon që i ka thënë fjalën që fillon me sh, mbaron me atë, domethënë ofendime nga më të mëdha. Dhe për ta thelluar akoma më shumë, kemi Selin që i ka thënë ti ke një sugar daddy, ti je një gocë Dubai, i ka thënë Stenaldos ty të ka dënuar Zoti se nuk shef as majtas as djathtas, ndërkohë edhe me Selin që ishte më e fundit i ka thënë ti shkon me disa meshkuj njëkohësisht, ndërkohë Mateon e ka goditur te motra duke i thënë që me sa vete ka kryer motra jote marrëdhënie seksuale, por thënë kjo, ky është produksioni më i dështuar që ka ekzistuar ndonjëherë, me lojën më të qelbur, me lojtarët më të paaft ever që nuk din të bëjnë dot një lojë të saktë. Dhe për këtë arsye mbajnë akoma një person si Rogerti në atë lojë. Dhe ndërkohë vetëm 2 zarfe të zi me gjitha këto ofendime. Si ka mundësi o zoti Ledion Liço që je dhe shëmbulltyra? Po shëmbulltyra e produksionit. Ai është zëri produksionit dhe ai dje nuk po reagonte kur e gjithë kjo situata po eskalonte. Unë mendoj që këto po e përdorin Rogertin si një kavje të suksesshme i cili po bën cirk aty brenda dhe po mban të gjithë shtëpinë të azhurnuar me debate dhe me shere dhe e gjitha kjo po normalizohet sepse ti nuk mundet që të mbash Rogertin aty dhe të normalizosh këto gjëra, të diskutosh ato tema në prime time në një televizion që ndiqet nga gjithë shqiptarët dhe ta normalizosh se dhe të mos e dënosh se mirë normalizim, po mos e dënosh minimumi. Ky produksion ose më saktë produksioni është duke luajtur me 2 standarde, sepse Kesin atëre e fluturuan jashtë me zarf të zi, direkt për çfarë vetëm Bajamen. Bajamen. Prit se Kesi mbaroi
punë aty brenda, Jo, prandaj e përveç asaj, fluturuan. po daljet ishte me zarf të zi. Ndërkohë Rogerti e ka bërë Çarçaf. çarçaf, ndërkohë se Tenzor ne batëra 100. Pra, produksioni Top Channelit po luan me 2 standarde për këta banor. E din që nuk ka shikime, nuk ka zhurmë nëse nuk është Rogerti, edhe hajde ta mbajmë tani aty brenda. O sa është ataruar. Jo, ma ataruar se po kalon çdo Një gjë tjetër që mua më bëri përshtypje dhe nuk më la një shije të mirë ishte fakti që kur u rikthye në shtëpi Rogerti, shon në plan Juelën, mirë Juelën, po Mirin që duart roket dhe nuk e mendoja kurrë që Miri do bëje pjesë e grupit Rogertit dhe do duart rokiste thënjet e tij dhe gjithë dinamikën e tij. Dhe madje kur kaluan në publicitet po i ndiqja që u mblodhën të tre dhe po i thoshte Miri Rogerti që shiko, ti mos e te kalo ka shumë se nuk të mbrojmë dot. Nuk kemi na kanë mbaruar fjalë vetëm për lojë. Ja, po e tha pak mirë se e tha Ledion Liçë një shprehje të mençur. Thell, brenda teje ti je njeri i mirë. Unë besoj që Rogerti është komplet ndryshe jashtë shtëpisë dhe brenda, ai po bën gjithë një lojë, sepse ai ja tha vetë, unë kam marrë tu të ndryshoj jetën time dhe jetën e djalit tim. Ja tha dhe Monika. Nuk po pyet për asgjë. Unë të njëj ka jo prit pak, o Kostian, qetëso pak të lutem. Qetëso pak. Çdo gjë për lojë. Monika i tha që unë të njoh në 2-3 situata jashtë dhe ti nuk je ky dhe unë jam plotësisht dakord me ty Fatos që ai po e bën këtë për lojë. Po se në çfarë kostoje po e bën këtë dhe cili sponsor funditës do të paguaj ty o Rogert për të reklamuar diçka me këtë imazh që ti ke krijuar, zoti e di. Zot falje Rogert. Ndoshta tani që do bëhet një dasëm do rregullohen pak gjakrat. Edhe dasmën do e prishim, prit. Ai s'do jetë ftuar në dasëm dhe do edhe ta prishim do e prishim dasmën. Edhe me Juelën, se po i bënin planet të tre bashkë. Selina nuk e fali, kështu që edhe unë mendoj që ndoshta nuk e fton në dasëm. Dëgjoni pak. Po Juela që është e friksuar nga Stenaldo se mos e nxjerr jashtë ata që Stenaldo i bëri dhe dedikimin romantik Juelës që janë kthyer kundër njëri tjetrit. Mes motrë thuaj. Jo, kush e di sa e mallkon veten Stenaldo shkret që ju ja bëri atë. Unë për vete nuk e di për ju, po unë mezi po pres puthjen e Selinës me Gimbo në dasëm. Uroj të mos jetë një baby kiss, po të jetë një friend. Jo, mos jetë një puthje në hund, siç deklarua. Bëre të sekondë. Ternës qetu patjetër. Po pres, domethënë janë të dy shumë të mirë, mendoj që mund të ketë diçka ndryshe nga mbretëresha. Ore, si e vërtet. Ka qenë Terezi Brikena. Nuk e di atë ka kuptuar që këto shesin bashkë të çift dhe po e mban lojën, si një djalë që ka pak sedër, nuk besoj që do e vazhdon. Ata e ka kuptuar që këta të dy bashkë shesin, madje edhe të sponsorat kanë filluar i bëjnë lojrat bashkë, bëjnë lojra me vezë, bëjnë lojra me moll, që të rrinë sa më afër një tjetrit që pa dashje shkëmbejnë ai punë. Është bërë shumë bajat situatë. Është bërë dukshme, të lutem. Selina nuk e di, a do e japi ndonjëherë puthjen se Brikena jo, po edhe Selinën e kam në pikpyetje, po nga ana tjetër doja të diskutoja shumë shkurt me ju si u duk reagimi i Selinës, që tha nuk e fal Rogertin, po kokën do ja pres shumë shpejt. A mendoni që do ja dali? Jo fjala, po them, a mendoni që do ja presi shumë shpejt kokën Rogertit? Unë mendoj Rogerti e ka të prerë për në qoftë se produksioni nuk e mbron. Unë mendoj që produksioni do e mbroj, nuk i pritet dot. Mendoj që të shkojnë në finale Selina me Rogertin të dy bashkë aty, madje do jenë dy finalistët e fundit. Kaluan shumë. Do ishte më tatë se Rogerti shkon në finale, po çanu do i diskutojmë gjitha, ndërkohë ju prisni What of a Show të premte në orën 8 me një të ftuar shumë special. Jo vetëm special, por edhe ekskluziv, sepse në What of a Show keni vetëm ekskluzive njerëz, kështu që qëndroni dhe na ndiqni. Do zbulojmë dhe kush do jenë banorët, fermerët më saktë. Jam kurioz, kush e di sa herë Arbana do ngatroj, do bëj lapsus se këtë edicion dhe do i quaj banor. Mi mbrëm, çfarë do thot mi mbrëma? Mendoj që ka bërë mjaftueshëm prova që mos e ngatroj fjalën banor me fermer. Me kash. Deri atëherë ne do shihemi të premte. Bëni subscribe, mos harroni. Ándale.